Timi dyfisht në Greqi flet e tronditur nëna e 45 vjeçares shqiptare nuk më kishte thënë për ndonjë lidhje. Në gjendje shoku ndodhet nëna e 45 vjeçares shqiptare Julieta Obzova, që është vrarë në orë të paratës së dielës në Nea Smyrni të Athinës në Greqi. Ajo mësoi për vdekje në të bijës nga vajza tjetër pak kohë pas ngjarjes. Nuk di asgjë, nuk më kishte thënë asgjë. Është prehur nëna e viktimës para gazetarëve me lot në sy. Ajo tha se e bija nuk i kishte treguar për ndonjë lidhje dashurie dhe se me ish bashkëshortin ishin ndarë prej kohësh. 48 vjeçari e priti në makinë. Sipas të dhënave të reja të hetimit, 48 vjeçari me origjinë shqiptare identifikuar si Altin Allmuça dyshohet se kishte ngritur prit në automjetin e tij pranë pallatit në rrugën Grigoriu Kydonion. 45 vjeçaria jetonte me vajzën e saj 16 vjeçare. Kur e pa gruan të dilte nga pallati, ai dyshohet se zbriti nga automjeti, ju afruaj qelloi marmëzjarri. 45 vjeçaria mbeti e vrarë në hyrje të pallatit. Menjëherë më pas, sipas autoriteteve greke, 48 vjeçari ka përdorur të njëjtën armë për të qelluar veten në kokë. Pistoleta u gjet pranë tij. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë se sa kohë kishte pritur 48 vjeçari jashtë pallatit, nëse e dinte paraprakisht se ku ndodhej gruaja dhe çfarë kishte ndodhur mes tyre. Hetohet një denoncim i bërë në vitin 2024. Një tjetër element që po shqyrtohet nga autoritetet është një denoncim i bërë nga 45 vjeçaria në korrik të vitit 2024 në një komisariat të Athinës. Ajo kishte raportuar se ish partneri i saj nuk i kishte kthyer një motor pas ndarjes. Megjithatë, deri tani nuk është konfirmuar nëse personi për të cilin ishte bërë denoncimi ishte pikërisht 48 vjeçari që dyshoi për vrasjen. Gjithashtu, autoritetet po hetojnë postimet e 48 vjeçarit në rrjetet sociale ku ai shfaqej në fotografi duke pozuar me armë. Hetuesit po verifikojnë nëse arma e shfaqur në këto fotografi ka ndonjë lidhje me pistoletën e gjetur në vendngjarje. Dëshmit. Banorët e zonës kanë dëshmuar se kanë dëgjuar të shtënat rreth orës 5:30 të mëngjesit. Një banore tha se kishte dëgjuar 3 të shtëna, ndërsa një tjetër i përshkroi si 3 zhurma shumë të forta me disa sekonda diferencë nga njëra tjetra. Pak më vonë banorët kanë dëgjuar edhe sirenat e policisë.